Për këtë do të flas me teologun Husamedin Abazi, që është drejt për drejt në këtë emision. Të ngjatjeta Hoxh Husamedin. Përshëndetje, Lorik. Shumë kënaqësi që shihemi drejt për drejt. Herën e fundit bashkë kemi biseduar në emisionin Neho në një bisedë që ka dalë mirë dhe ka pasur pranim shumë të mirë nga ana e audiencës. Shpresoj të jetë ashtu. Shumë. Zoti Abazi, pse po përplasemi ne shqiptarët për Iranin në rrjetet sociale? Po, fillimisht në shpreh ngushëllimet gjithë të vrarëve e familjarëve që kanë mësuar në këtë katrahur të fundit që po ndodh. Shpresojmë të jetë e fundit e që besoj se ne para se të flasim si shqiptare, para se të flasim si përkac të një religioni apo feje të caktuar, duhet të flasim së pari si njerëz. Gjithë jemi njerëz dhe besoj se çdo njeri që vërtet bart në vete shpirtin dhe bart atë aspekt të humanizmit është i shqetësuar dhe është i prekur nga këto scena të cilat për fat të keq në atë botë nuk po ndalen, sidomos ende i kemi tepër të freskëta scenat e Gazës. Ja se ende pa u ter atje kisha me thënë gjaku, po ndodh tash edhe një katrahur e re atje, tash në Iran, e që mendoj se vërtet ka qenë befasi për gjithë njerëzit, sidomos po them prap, nuk po flasim ne këtu si politikan as si diplomat, po flasim si një njeri i thjesht, kisha me thonë, po mandej edhe si teolog, e që mendoj se vërtet jam i bindur se gjithë njerëzit i ka prej kjo që po ndodh, përderisa vërtet kemi të bëjmë me vërtet psime të mëdha. Ton jemi të shpitash që mbi 200 fëmijë vetëm se janë vrarë edhe në shkollë, siç e dim, 125 prej tyre që ndodhi në ditën e parë të sulmit e kështu me radhë. Gjëra këto përpas krerëve politike ushtarak që ndodhen atje. Ma shkurt pra kemi të bëjmë me një vërtet sulm dhe një agresion që edhe në aspektin ndërkombëtar të gjithë po më merr mendja që pajtohemi se është një shkelje e madhe ndërkombëtare, edhe gjitha ligjeve, edhe të Kombeve të Bashkuara, edhe ma shkurt pra, po edhe vetë të SBA-ve, siç e dim kur fjala e këtij sulmi që është ndërmarrë, e për cilin kanë folur amerikanët para neve, shumë prej tyre edhe Bernie Sanders, besoj që tonë dëgjuam dhe e pam se sa ka qenë i ashpër ndaj presidentit Trump e të tjerëve, për shkak të asaj se vërtet është ndërmarrë pa një hap, duke mos u konsultuar fare, as duke mos u marrë vendimin nga Kongresi që për këto hapa, edhe sipas ligjeve edhe konstitucionit amerikane duhet gjithsesi që vendim të tillë për luftë të jashtme të merr Kongresi. Pra, edhe ne si shqiptar, mendoj, po edhe si musliman, si besimtar, mendoj se vërtet ishte dashur spari me shqiqur krejt këtë zhvillim nga aspekti pra njerëzor, nga aspekti human, e mandej po kuptohet edhe nga aspekti i interesave tona në fakt. E quani sulm të gabueshëm ndaj Iranit? Po, ma nërmenja që çdo njeri i lirë, çdo njeri sovran që është kata që është, jam i bindur se e qunë të tillë, sepse kemi të bëjmë me një shtet të pavarur, me një shtet të cilit i është cenuar pra integriteti edhe sovraniteti, gjëra këtu cilat besoj se edhe me ligje ndërkombëtare edhe shumica edhe analistëve të ndryshëm gjithandej botës nganjëherë po i përcjellim nga pak edhe Al Jazeera e tjera mbrojnë këto mendime edhe këto qëndrime, jo pak pra edhe nga njerëzit në perëndim mbrojnë të njëjtat qëndrime e mendime. Kuptohet na tash si shqiptar kur fjala tek SBA-t, ne gjithmonë nuk harrojmë edhe jemi mirënjohës për atë që ka bërë SBA-ja pra në aspektin tonë edhe për Kosovën, sidomos gjatë kohës së fundit, edhe për këtë aspekt nuk ka dyshim se çdo shqiptar është mirënjohës, edhe çdo musliman është shqiptar. Por kur fjala e këtyre veprave, qëndrimi i SBA-ve ndaj Palestinës, ndaj Gazës, qëndrimi tash edhe ndaj Iranit edhe ky sulm nga Izraeli, po i ndihmuar pra nga SBA-ja mendoj që vërtet në këto aspekte jam i bindur që kushdo që vërtet ka shpirt të njeriut, ka një grimës humanizmi në vete, jam i bindur që është i prekur edhe nuk pajtohet
këta hapa që pëndodhin. Po ju pajtoni me sulmet që ka ndërmarrë Irani, me qenë se kështu po qaseni atëherë Irani ka gjuajtur, po ashtu sa ka mundur në shtetet përreth. Është pas e vërtet që po ndodhë ajo gjujtje e cila në fakt unë mendoj që më shumë është publikut edhe kjo propagandë se sa që është vërtet gjujtje e vërtet, edhe pse po disa baza që po transmetohen dhe që po ipet në mediat e ndryshme që janë në lindje të mesme, janë gjujtur qoftë në Emiratet e Bashkuara, qoftë në Katar, në Arabinë Saudite e kështu me radhë, e që mendoj se vërtet gjitha këto neve na shqetësojnë edhe nuk kënaqemi me çfarë do sulmi që ndodh, kudo që ndodh ai, ne jemi kundër. Okay. Por ja se ky realitet është duke ndodhur, po cilit padyshim që këtë e filloi pra Izraeli me mbështetje për fat të keq të SBA-ve, e cila vërtet është duke e përkrahur pra Izraelin pa rezervë edhe kur ka drejtë edhe kur nuk ka drejtë. Po çka na lidh neve me Iranin, zoti Abazi? Dua të them përpos naftës që po na shtrenjtohet. Po kjo është problemi tash që na e pam se është edhe gazi edhe nafta, mas e 30% veç kanë mësuar domon rritje të çmimeve, po edhe jam i bindur që jo vetëm këto, po edhe gjitha tjerat kanë na kushtuar botës barë, sepse padyshim që ndodhit e këtilla nuk kufizohen vetëm në vendin që ndodhin, por impaktin pra e kanë gjithandej globit. Prandaj, por ne megjithatë përderisa edhe po i trajtojmë, pse po e flasim edhe unë edhe ti tash, edhe pse TV21 e trajton këtë problem, sepse vërtet pra ka të bën me njerëzimin mbar, me një mënyrë apo tjetër, të gjithë po prekemi nga pasojat që kanë të bëjnë me këto zhvillime edhe me këto luftra që po ndodhin gjithandej. Prandaj, edhe ne si shqiptar nuk bëjmë përjashtim. Edhe pse, pra po them, ne si shqiptar, po edhe unë si teolog, edhe ne teologët, jam i bindur edhe besoj që i keni përcjell edhe ligjëratat tona, deklarimet tona, edhe në lidhje me Ukrainën, jo pak herë, edhe në ligjëratat tona, edhe në xhami, edhe jashtë xhamisë, kemi folë jo pak kundër kësaj dhune edhe atje agresioni që bën Rusia ndaj Ukrainës, vrasjen e civilëve, fëmijëve kështu me radhë. Prandaj po them, edhe këtu në këtë rast, patjetër që ajo ka të bënë edhe me neve deshëm apo s'deshëm, spaku si njerëz, po mandej po na pengon edhe aspekti i asaj që vërtet po sulmohet një shtet pra sovran, një shtet i pavarur, e që vërtet mendojnë kush do të qoftë ai. Pa e shqyqu aspektin në vra fetar, pa e shqyqu aspektin e përkatësisë, qoftë ajo kombëtare, fetare, kështu me radhë. Po mirë, duhet të përplasen shqiptarët sigur se po i shohim në rrjetet sociale kështu? Nuk duhet, kjo padyshim që nuk pengon. Ne jemi pak njerëz emocional, jemi njerëz pak që vërtet ngutemi edhe jemi në gjendje pra me shpreh emocione më shumë se sa racionalitet e kështu me radhë. Unë i kisha ftuar vërtet sidomos të rinj tanë që vërtet të jemi të gjithë të kujdesshëm edhe mos të miremi sidomos në aspektin e ofendimeve, e sharjeve, kur është çështja e aspektit të asaj se kush ka drejt dhe si ka e kështu me radhë, janë gjëra që mendoj se vërtet janë pak më të mëdha se sa masa e përgjithshme që miremi. Prandaj po them, unë po flas gjithmonë nga aspekti njerëzor, po edhe nga aspekti i një teologu i cili pra e denon dhunën, qoftë edhe për ka do që ajo vjen edhe kujt do që i ndodh ajo. Unë mendoj se ne nuk është e udhës të përplasemi në zveti, e sidomos pra kur kemi të bëjmë me një problem që po ka të bënë edhe me neve, por jo drejt për së drejti, dhash Zoti që vërtet pra të përfundon kjo katrahur sa më shpejt edhe të qetësohet ajo botë, po të qetësohet edhe bota mbar. A ka, do më thënë, në këto diskutime që shihen që mund të jenë të bazuar edhe nga interpretimet ndryshme të islamit në Kosovë dhe shkaktohen pas edhe përplasjet në rrjetet sociale sikur i shohim. Kush është shkaktari tyre? Unë mendoj se shkaktari kryesor është jo vetdia e bollshme edhe në aspektin domethënë fetar,
edhe mos njohja kisha me thonë edhe aspektet të teologjisë edhe të përkatësive, qoftë në aspektet e shkollave islame, qoftë aspektet të përkatësive medhebore e kështu me radhë. Prandaj edhe vërtet i hasim këto mospajtime, këto qëndrime të skajshme mes njërit apo grupi tjetër apo grupeve të saktuara, të cilat për fakt të keq po them se vërtet po të i kalojnë atë të drejtën që e kanë kisha me thonë, edhe atë përkatësinë që pra po them njerëzore që duhet të mbrohet, pra aspekti human duhet të mbrohet, pala që vërtet dëmtohet edhe asaj të cilës i bëhet pa drejt, qoftë kush qoftë ajo, pa u shiqur fare vërtet edhe aspekti i përkatësisë, edhe fetare, e mos flas për aspektin e përkatësisë sektare, medhebore e kështu me radhë. Pra unë mendoj se vërtet muslimanët shqiptarë ish dashur të jenë më të vetëdijshëm edhe mos të hyjnë pra në polemika e në mos pajtime të këtilla të cilat për fat të keq po i hasim, po duket se jo pak njerëz po kanë kohë dhe me humb kohë për këto gjëra. Thatë që ka edhe për shkak dallimeve medhebore edhe këto përplasje që ndodhin në Kosovë, a nuk është vetëm një shkollë në Kosovë, a nuk janë të gjithë hanefi, a ka edhe medhebe të tjera? Po, është e vërtetë që në Kosovë jemi hanefi, por megjithatë këto vite të fundit me pluralizmin që kemi jetuar, pra edhe ardhen e pluralizmit politik, mendoj se vërtet në Kosovë ka ardhur edhe pluralizmi, domthon edhe fetar, po edhe medhebor mund ta quajmë ashtu. Prandaj edhe po është pas e vërtet që ne edhe si Bashkia Islame, edhe pse unë s'po flas në emër të Bashkisë Islame këtë rast, po flas vetëm si individ e si teolog, ne si tërsi i përkasim pra medhebit hanefi brenda islamit sunit. Por megjithatë e dim se ka ndoshta edhe individ të saktuar, po të cilët mendoj se nuk përbëjnë ndonjë numër të madh, e që kanë ndoshta edhe preferenca tjera, kanë domethënë përkatësi tjera kur o fjala në aspektet medhebore, e që këto ndoshta nganjëherë i bëjnë disa që edhe të kenë mospajtime mes veti, por unë shpresoj që vërtet këto mospajtime me qenë pra në nivele të pranuarës, e jo me arrit nivelin e përçarjes e luftimit mes veti, domethënë ofendime dhe gjëra këto të cilat për fat të keq ndoshta nga pak edhe po ndodhin, edhe pse po them prap vërtet mendoj që prap të paktën këta të cilët kanë çështje tjera jashtë asaj që e dimë që i përkasim ne në Kosovë si medheb hanefi edhe islam sunit. Çfarë medhebe të tjera pra ka në Kosovë, sado pak e sado shumë? Po unë po flas pari brenda vetë. A mund t'i emërtojmë? A mund t'i emërtojmë zotja Abazi? Si, falë. A mund t'i emërtojmë? Kush janë? Çfarë janë? Po, shisha, unë po them, unë nuk i di krejt kush dhe çfarë qëndrimi, çfarë mendime mund të kenë, por vërtet jetojmë në një kohë domthonë të lirisë, demokracisë, pluralizmit, në cilën njerëzit janë të lirë edhe mendoj që vërtet ka mundësi që të ketë aty këtu edhe individ të caktuar të cilët i përkasin edhe medhebeve tjera, qofshin ato brenda domthonë korpusit sunnit, e që i kemi pra përpos hanefive, kemi edhe hanbelie, malikije, shafije, kështu me radhë, po mandej kemi edhe jashtë prej sunizmit që prej sektit shii, e që tek ne e dim se vërtet në Kosovë ndoshta mund të jenë në gishta që ngjihen djema apo vajza të caktuar që mund të përkasin edhe hemshi, po nuk është ky ndonjë problem tek ne sepse vërtet nuk përbën ndonjë numër. Po problemi është vërtet edhe brenda medhebit sunni që këto mospajtime të cilat në fakt ish dashur që ne pra po them të ngritemi mbi medhebet në këto çështje, sidomos kur kemi të bëjmë me gjak, kur kemi të bëjmë me dhunë, kur kemi të bëjmë me shkelje të drejtave të njerëzit, të drejtave të fëmijëve, shkollave, spitaleve, rënimet që po ndodhin, gjithandej janë gjëra të cilat vërtet mendoj se çdo njeri prej nesh ish dashur me i shiqu edhe me i trajtu nga aspekti human, njerëzor e kursesi nga aspekte medhebore e as fetare, kësha me thonë. Tani, zotja Abazi, në hierarkinë e Bashkisë Islame të Kosovës ka personalitete që po parashikojnë pasoja për botën islame, shkurt e shqip ditën e kiametit i bie. A është duke e prit biku kiametin nga këto që po ndodhin lindjen e mesme?
Unë nuk e di që diçka e tillë është përfolur në BIK këto ditë, edhe pse edhe jam pak i handikepuar si kam një javë që nuk jam andej, jam në Zvicër, në vizitë të diasporës tonë dhe të vëllezërve dhe motrave tona të qendrave të ndryshme domethënë shqiptare, me të cilët vërtet kisha më thonë se u kënaqja edhe mburremi që vërtet qendrat e ndryshme dhe xhamit shqiptare islame këndej në Zvicër janë ato të cilat po e kultivojnë mënyrën më të shkëlqyeshme edhe për kacin fetare, edhe atë kombëtare, në cilat e hasa se vërtet edhe mësohet në klasë të ndryshme në gjuha shqipe, e ruhet atë kultura e tradita, gjëra këto të cilat megjithatë është pak një dalje na bëni halal që ndoshta pak do na prej. Por megjithatë kur fjala e aspektit kiametit, atë se ndalim askush. Ai do të vjen një ditë, por megjithatë fal Zotit që nuk e dim askush, nuk e ka ditë as vetë pejgamberi Islam, po nëse flasim për atë se është afër apo larg, vetë lindja e pejgamberit Islam është shenjë e domthon kiametit. E kjo siç e dini ka ndodhur para 1400 viteve, edhe prap pra llogaritet edhe afër edhe larg. Por kur fjala e afërsisë dhe largësisë, atë vetëm Zoti e din, edhe ne e dim se vërtet është çështje që ne është me u preokupu me sotën tonë, me obligimet që i kemi, me shërbimin ndaj atdheut, ndaj kombit, ndaj domthon edhe fesë tonë edhe kombit tonë. Këto janë ato që është me qenë preokupimet tona, e kiametin e afrojmë, as nuk e largojmë ne. Megjithatë, zoti Aini Sinani ka shkruar në Facebook, është kryetari i kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës. Thotë rënja e Iranit nuk ka shkruar domthon Aini Efendiu, por besoj që keni pas rast me tjetrin shkrim që ai ka folur se vërtet është keq përdorur domthon statusi i tij, edhe është bërë një lloj domthon sa ku mujt me përcjell se ndoshta nëse jam krejt në rrjedh unë prej këtu. E ka shkruar ai, thotë kështu: rënja e Iranit nëse ndodh do të ketë pasoja katastrofike për Egjiptin, Turqinë, Saudin dhe të gjithë botën muslimane. Shumë të krishterë po flasin për Armagedonin, muslimanët kanë filluar të flasin për kohën e fundit. Më tutje, thotë është imperativ i kohës që shtetet muslimane të lidhen dhe të bëjnë aleanca ushtarake të mirëfillta, pra ka nevojë për një NATO muslimane. Unë nuk e pasna has këtë deklarat të Aini Efendiut. Unë e kam has një tjetër. E ka në status në Facebook. Ai e demantoi. Po këtë se pasna dëgju. Mirë, është çështje që mendoj se vërtet ka mundësi ai ka shprehur mendimin e tij. Me siguri se ka shumë çka që ka të bënë me të vërtetën që po ndodh në atë botë. Na të gjithë jemi të pajtimit se ajo botë vazhdon me qenë e përçarë, vazhdon pra me qenë atë jo në nivel të përgjegjësisë që kanë ndaj vendeve të tyre, ndaj kombeve e popujve të tyre, prandaj po them se vërtet po edhe këto raste ndoshta edhe këto zhvillime padyshim se i ftojnë edhe udhëheqësit e atyre vendeve që ata të mendojnë më thellë për interesat e tyre, për interesat e shteteve të tyre, për interesat kisha me thonë edhe të vetë islamit, po edhe të njerëzimit mbarë. Prandaj unë mendoj se vërtet po çdo lloj afrimi, çdo lloj bashkëpunimi që kish mendoj mes vendeve domthon arabe, mes vendeve islame, po në njëjtën kohë mendoj se ky bashkëpunim i dashur vërtet me ardh edhe nivelet edhe më të gjëra ndërkombëtare. Tan jemi dëshmitar që jemi pra në ramje të sistemit edhe rendit të kaluar botror, njerëzimi mbar padyshim se kur nuk ka pas më shumë nevojë për një rend të ri botror. Okej, rend të ri botror në një NATO muslimane. Edhe rasti i Epsteinit e ato zhvillime të cilat mendoj se na kanë folur shumë se kemi të bëjmë me një shkërmoqje kisha me thonë të civilizimit bashkëkohor, e që e dim se kush është duke i pri këtij civilizimi, i cili për çdo ditë pra po na dëshmon se kemi të bëjmë pra me rënim të parimeve, me rënim të asaj çka është njerëzore, çka është humane. NATO-ja vërtet kjo ka të bënë me rënimin pra të gjitha postulateve fetare religjioze, jo vetëm të një religion, po të gjitha religioneve, e që shpresoj që vërtet të vinë ditë më të mira. Çfarë do të thoshte një NATO muslimane, zoti Abazi? Çfarë do të thoshte një NATO muslimane? Se NATO-ja që është tash nuk është muslimane? Nuk e di, unë këte nuk jam marrë me... Jo, po, ju po flisni për geopolitika tashmë. Kanë nevojë për një reorganizim. Ata kanë nevojë për një reorganizim shumë më serioz,
NATO-ja, na e dim se në NATO e kemi edhe Turqinë, prandaj nuk kisha me qujtë se ajo është as muslimane, as apo budiste apo konfucianiste. Ajo është një aleancë ushtarake e cila ka pasur rol jo të vogël gjatë tyre dekadave të kaluara, por megjithatë këtë kohë të fundit vërtet jemi dëshmitar që NATO-ja është shndru pra në një aparat i cili po përdoret jo gjithherë vetëm për çështje vërtet të drejta e humane. Përsëris edhe herë, kur fjala për ne si Kosovë, ne ju besim përshti të rjetën, por kur fjala e lindjes së mesme, kur fjala e Palestinës, e Gazës, tani bje fjala edhe rasti i Iranit, ndoshta vërtet, po e hasim se jo pak edhe nga shtetet pjesëtare që janë të NATO-s kanë bajt qëndrim jo parimor, edhe vërtet duke e përkrahur pra dhunën, duke e përkrahur këtë katrahur që tani janë një lajm rastin e Mercit Gjerman janë një lajm i fundit që e marr nga media gjermane, zoti Abazi. Një lajm që e marr nga media gjermane në këtë moment. Sistemi mbrojtjes ajrore i NATO-s ka interceptuar një raket balistike që sipas autoriteteve turke ishte lëshuar nga Irani. Ministria e Mbrojtjes në Ankara njoftoi se raketa është ndalur para se të hynte në hapësirën ajrore të Turqisë. Megjithatë, mbetjet e raketës kanë rënë në qytetin Hatay, sipas autoriteteve turke nuk raportohet për të lënduar. Musliman janë të dyja palët. Nuk e di dhe të edhe Turqit. Nuk e di që edhe pse pra po them nuk e shoh veten të thirrur që të komentoj çdo zhvillim, çdo ndodhi, ndoshta edhe ka ndodhur, por po them në këtë katrahur që po ndodh gjithçka është e mundur edhe nuk është më u çudit fare, sepse siç po e shohim gjithçka ka dalë nga kontrolla, dhash Zoti e vërtet, po them këta udhëheqës botror të thirrin mendjes e të mendojnë pak edhe për interesat e kombeve të tyre, e shteteve të tyre, po edhe të mendojnë pak më shumë për njerëzimin varë, po sidomos po them për ata popull e fëmijë të cilët vërtet nuk po ju dohet, kisha me thonë, zullumi edhe padrejtësia për fat të keq edhe nga ata që pritet që ta realizojnë atë. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ndat për ne, por edhe për pikpamjet, zoti Abazi. Kënaqësi shumë. Ju faleminderit edhe juve. Shumë kënaqësi.